Në një kohë kur shumë trashëgimi kulturore po tretën në heshtje, një copë e historisë shqiptare po merr sërish jetë në zemër të majtësisë së madhe. Gra dhe vajza të gjitha moshave janë bërë pjesë e një klase të veçantë në Koplik ku po mësojnë të punojnë xhubletën, veshjen më të vjetër dhe më simbolike të grave të veriut. Pas përfshirjes së xhubletës në listën e trashëgimisë kulturore, jo materiale të mbrojtur nga UNESCO, Ministria e Kulturës ka ndërmarrë një hap konkret për të mbajtur gjallë këtë art të rrallë. Që kur xhubleta më sakt diebërja u regjistrua në UNESCO si element në rrezik zhduke, normalisht që UNESCO bashkëpunimi me Ministrinë e Kulturës financojnë këtë projekt, ku institucioni përfitues është Bashkia Malësi e Madhe dhe normalisht edhe komuniteti i grave dhe i vajzave që jetojnë në këtë zonë. Moshat janë diverse, ashtu siç e patë edhe ju, fillojnë nga 20+ deri në 70 vjeçe. Në rolin e mësueses është mjeshtreja File Kola, e cila prej vitesh është një ndër mbrojtëset më të përkushtuara të këtij zanati. Janë përkushtuar punës vajzat edhe gratë, si grupi i parë dhe i grupi i dytë. Kanë bërë shumë bukur punën, nuk e kanë humbur kohën kot. Jena të kënaqur. Pak e vështirë është për arsye se nuk kanë pas njohuri nga xhubleta ose punimi i saj. Nuk është baza materiale e duhur, po ne jena përshtat, e kem emitua dhe na ka dalë shumë më. Motivimi i nxënësve është i ndryshëm, për disa është kurreshtja për të mësuar diçka të re, për të tjera një lidhje emocionale me traditën, e për disa një mundësi për të ndërtuar një biznes. Kjo është procesi me anë të cilave krihet leshi edhe merret pjesa e mirë e cila na duhet për dredhjen e penit dhe më mbrapa me pas pikun për xhubletën. Është krehja e leshit. Duhet një punë më e gjatë, një punë me ba vetë nga fillimi deri në fund për me dash me ba një xhublet. E kjo për ne është ala shumë e vështirë, dihet ajo. Por boll që të paktën elementet bazë të ribenes xhubletës i kena mësu. Klasa xhubletës i jep grave dhe vajzave të veriut jo vetëm një aftësi të re, por edhe një mundësi për vetpunësim dhe për të qenë mbajtëse dhe përçuese të një trashëgimie që i përket të gjithë Shqipërisë.